E tashmë ta nuk thyem në pjesën e dytë ku mysafir do ta kemi një emër shumë të veçantë. Na keni kërkuar e ne ju asollëm. Po bëhet fjalë për zonjën Valete Doka, juriste me përvojë të gjatë, gjyqtare në Gjykatën Supreme dhe më pas për më shumë se një dekadë kryetare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ajo ka qenë në qendër të shumë proceseve të rëndësishme demokratike në vend dhe mbetet një zë më peshë kur flitet për drejtësinë, zgjedhjet dhe funksionimin institucional. E ftojmë zonjën Valete në skenë. Zonja Valete, faleminderit që je bashkë me ne. Mirëmëngjesi edhe juve. Kënaqësi me të pas në studio. Faleminderit që erdhët në studion e Weekendit, është kënaqësia jona. Gjithashtu. Gjatë ditës së djeshme, zonja Valete, paralajmëruam se ti do të jesh sot në studion e Weekendit. Komentet në Instagram dhe në Facebook vëshuan. Gjitha komentet ishin pozitive, por ajo që nga ka rënë më shumë sy ishte se të cilësuan si zonja e hekurt. Si të bën ty mundi kjo? Po, është kënaqësi kur vlerësohesh dhe kur njerëzit kanë një mendim pozitiv dhe kur vlerësojnë punën të cilën e ki bë. Janë disa komente, zonja Doka, që kanë qenë për na riktheho. Na falë se kina ingjë na riktheho, zonja Doka. Po, në këto zgjedhjet e fundit, ka pas shumë komente tilla, unë edhe pse nuk kam Facebook edhe Instagram, nuk jam pjesë e këtyre rrjeteve sociale, megjithatë miqt dhe familja mi kanë dërguar shumë ato komente. Dhe ban mundi mirë që dikush e ka vlerësuar punën, cilën e ki bë. Përsa keni zgjedhë zonja Doka që gjatë këtyre procesit të zgjedhjeve nuk bëni asnjë deklaratë publike, asnjë koment publik? Kom zgjedh me hesht, sepse ka qenë në pyetje institucionit të cilin unë e kam udhëheq një kohë të gjatë, dhe nuk është mirë që pasi që ta kryn një punë, të kthehesh me kritika dhe me vlerësime negative, prandaj nuk kam dash që askush të kujtoj se unë i gëzohem ndonjë dështimi eventual të KQZ-s. Sepse ka pas shumë komente, ka pas shumë kritika ato ditë dhe nuk kam dash me qenë pjesë e gjithasaj, thjesht kom hesht. Mirë po, ndoshta kur je me një pozitë për një kohë të gjatë edhe pak mishërohesh me atë vend edhe me atë institucion. Tash ti kur e sheh se si ka shku institucion, pak ndoshta e ki edhe ato emocionet ndoshta pak personale. Po, natyrisht, sepse kur je gjatë me një institucion edhe kur një kohë gjatë punon në një vend pune, mishnohesh me vetat punë, mishnohesh me të gjithë ata që janë aty, me stafin, me të gjithë me të cilët ti ke punu një kohë gjatë, dhe natyrisht që pastaj kur e shef se nuk ka shku bashkrejt ashtu qysh ka shku gjithmonë, nuk e ndin veten mirë. Dhe me thonë është si me qenë pjesë, si me qenë ende pjesë e KQZ-s. Dhe me thonë nuk ndihesh mirë që ka pas aq shumë kritika, sidomos natën e zgjedhjeve, ditën e zgjedhjeve, dhe kur kanë fillu ato rezultatet, nuk e ndin veten mirë. Po jo se keni parë personalisht duke qenë edhe ju që keni qenë në atë pozitë, se keni parë KQZ-n në këto zgjedhje me vonesën e tyre në publikimin e rezultateve dhe justifikimet teknike në shpalljen e rezultateve. Po tash, prapë po them, nështë nuk është mirë nga ona ime me dhënë vlerësime, sepse me gjithate... Por është nevojshme për publikun më dëgju nga një ish kryetare KQZ-s. Me gjithate kom qenë pjesë e atyre proceseve shumë gjatë, tash unë nuk e di se çka ka ndodhur, sepse nuk jam më pjesë e atij institucioni dhe nuk muj me dhënë deklarata dhe vlerësime pa e ditë thelbin e problemit dhe pa e ditë se çka në të vërtet ka ndodhur ato ditë. Po megjithatë, më ka ardhur keq se ka qenë një praktikë shumë e mirë, që me vite
pas ditës së zgjedhjeve ne kemi publiku... Faktikisht ka qenë edhe shembull Kosova. Kemi publiku shumë shpejt rezultatet dhe qytetarët e kanë ditë se kush ka fitu. Tash çka ka ndodh, ata e dinë më së miri. Unë nuk jam tash pjesë e atij stafit dhe nuk kisha dashur ndoshta edhe me dhënë vlerësime. Por a ka ndodhur që gjatë udhëheqjes suaj të KQZ-s të ketë probleme të tilla dhe vonesat të tilla? Ka pas probleme, gjithmonë ka, sepse mos harroni zgjedhjet janë një operacion shumë i komplikuar, nuk mvaret krejt nga se çka domethënë si udhëheqës i KQZ-s dhe nga stafi, ndonjëherë sendet dalin edhe jashtë kontrollit, sepse janë me qindra operacionet vogla, qindra faktor nga të cilët nuk mvaret, nuk është krejt që mvaret vetëm nga stafi, por edhe nga të tjerët. Po megjithatë, Kosova ka pas një shembull të jashtëzakonshëm, ka qenë shembull edhe në regjion, domethënë na kanë ftu, kanë kërku ekspertizën tonë, kanë kërku praktikën tonë. Tash së fundi kanë qenë zgjedhjet edhe në Shqipëri. Unë me sa e pash, pothuajse të gjitha ato që na i kemi implementu shumë më herët, kanë fillu edhe ata me implementu. Unë e di që vazhdimisht... A kanë lyp ndihmën tënde? Po, fillimisht kam qenë disa herë në disa si konsulta dhe kam dhënë edhe mendimet e mia, sidomos lidhur me votimin jashtë Kosovës. Kam qenë edhe në Malin e Zi, ku kanë kërku ekspertizën e Kosovës dhe ku na kanë vlerësu shumë lartë. Kanë kërku që ta dinë se cila është storja e jonë, çka kemi mësu, cilat janë ato mësimet e nxëna nga të gjitha ato zgjedhje që i kemi implementu. Dhe është ndjenjë mirë që dikush ka vlerësu punën të cilën jo vetëm punën time, po punën e gjithë KQZ-s. Por zonja Daka, gjatë kësaj periudhe prej 9 shkurtit 2025 zgjedhjet nacionale, ke marrë ndonjë koment personal nga ndonjë politikan apo antar i KQZ-s për të kërkuar ndihmën apo komentin tënd? Tash kanë bisedu me mu, kanë bisedu. Pas kanë bisedu. A kemi ndonjë emër konkret dikush që ka ndihmu, ka kërku ndihmën tënde në fakt? Jo, sepse to janë çështje private më tepër. Unë zyrtarisht nuk mundem as me dhënë komente, po vetëm kështu privatisht kemi bisedu. Mungon dinamika e KQZ-s? Po, ndonjëherë mungon. Sepse the që është edhe vështirë. Shumë e vështirë. Mungon ndonjëherë sepse kam qenë shumë aktive, kam qenë shumë e nxonën, kam qenë jashtëzakonisht e nxonën. Nuk kam pas kohë shpeshherë as për familjen time, po megjithatë vitet po kalojnë dhe tash pak është edhe mosha, pyetje natyrisht, vjen pak kështu si një lloj pushimi. Dhe vetë vetiu një mësohësh. Fillimisht ka qenë bukur e vështirë me u shkput prej atij aktiviteti aq të madh. Edhe dinamika do me thonë që të sjell, të ka largu e the edhe veç nga familja, të ka largu pak. Po. Si ke mujt me mbush tani atë pjesë? Po, tash mirëm shumë ma shumë me familjen, jam shumë ma shumë e preokupu me fëmijët e mi, me nipat, me bashkëshortin, do me thonë, mundohem me i kompenzu të gjitha ato që kanë hupë ndër vite. Jemi disa foto këtu tash. Zonja Daka, gjatë kësaj periudhe që keni qenë në udhëheqje të institucioneve shtetërore, sa ka qenë figura juaj mungesë në familjen tënde? Po ka qenë shpesh herë, nuk kam pas kohë as për fëmijët e mi, as për nipat. Me thonë krejt ato që ka i kombo vjedhur azi në mes të pauzave të zgjedhjeve, sepse mos harroni, Kosova në ato vite ka pas zgjedhje pa fund. Kjo është hera e parë që zgjedhjet po mbahen në afate të rregullta, do të thonë pas 4 viteve, atëherë
unë kom bajt zgjedhje, po thuj se gjdo vjet. Gjdo vjet edhe... Të ishe bol një mo. Sa përfundeshin lokalet, filleshin parlamentaret, mandi në për komuna, ashtu ka qenë është afati im dhe nuk kom pas shumë kohë me... Kështu që tash kom kohë me familjen time të ngushtë, me ndajt, me dal, me kompenzu gjithat kohë të cilën nuk e kemi pas. Kjo është familja ime. Gjithë së bashku. Po të gjithë, për herë të parë, kur jemi mbledh gjithë, se gjithmonë dikush ka mungu. Gjithë dikush ka mungu, kështu janë... Po qëfar në zonja doka? është në strikte, apo është në qetë, e butë, e i dëgjon fëmijët? Si cilësoni vitën? është si gjitha nanat, dhe me thënë është nanë që ka edhe dhimbje, edhe gëzime, edhe dashuri, edhe hidhërime, dhe me thënë gjitha ato që ka i kanë gjitha nanat, ku do qofshin ato, pra për mu jeta ime janë fëmijët e mi, nipat e mi, edhe natyrisht që unë jam nanë si gjitha nanat, s'ka nanë të keqe, s'ka nanë... Nanat janë të mira. Zakonisht thuhet që gjyshet janë për nipa, ma shumë sa për fëmijët e vetë, ndoshta. Sa mundohesh me kompenzu këtë mungesën, ndoshta tek fëmijët, tek nipat të tu? Po mundohem edhe pse për shembull ky nip i madh është në Gjermani edhe pak më radh. Kemi mundësi edhe me kontaktu edhe mu pa, po gjithsesi momentin e parë që vjen është knatësie e papërshkrueshme, nipa duhen shumë, janë gëzimi i shtëpisë, të kthejnë në atë kohën kur ke qenë e re dhe kur i ke pas fëmijët e vogël, mirë po tash me ma shumë kohë, me ma shumë mundësi, me shpreh dashurinë. A e plotson dëshirat? Po, e ja u plotësoj dëshirat. A je ndoshta ata si gjyshet që pak i halit fëmijët i javë dëshirat? Po, natyrisht. Natyrisht, pra mundohem ndë njerë edhe me bo. Ato që ka... Jemi mësu me po kështu zonjë Valete, po kështu jo. Do shta shumë me afert me familjen e saj. Po, ja, kjo është një foto kështu. Spontane. Spontane, kur jam mundu me mashtru me... Dhe këtë nipjen e vogël, kështu që... Zonja do ka një paka shumë... Gjitha nanat. Po, e dim se çfarë po bën një momentalisht, po shikuesit tanë, me qenë se dhe përmende që nuk je shumë aktive në rrjetet sociale, madje nuk je fare. Jo, s'jam fare. Çfarë po bën zonja Doka momentalisht? Zonja Doka momentalisht është gjyqtare e Gjykatës Supreme, ku kom qenë që nga viti 2010, dhe kom kryat funksion paralel me ushtërimin e funksionit në KQZ. Mirem me çështjet penale, do të thonë me çështje bukur të vështira, në gjykat, jam pjesë e ndonjëherë edhe trajnimeve të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Kjo, paka shumë, kjo është puna ime. Potencove që nuk keni rrjete sociale, pse keni vendos? Kom vendos... Gjithë kanë. Kom vendos sepse në vitin 2010, jo që kom qenë shumë aktive, s'kom pas shumë kohë, po në momentin kur jom bo kryetare e KQZ-s, në përjete kanë fillu komente, kanë fillu... Ka pas edhe komente jo shumë dëshirushme dhe nuk kom dasht me umar, nuk kom dasht me umar edhe nuk kom dasht që jeta ime private me qenë pjesë e gjithëve, dhe më thonë ajo jeta publike është diçka tjetër, ndërka që jeta private mendoj që duhet me qëndru larg nga mediat, larg nga publikus. Sigurisht që në media edhe në institucione duhet të jeni pak më forte dhe ndoshta më serioze. Mirë po sa je e ndikueshme dhe sa ndikohesh ose nga çështjet momentale? Po tash Mbas edhe komentet. Po edhe unë jam njeri si të gjithë, nuk është e këndshme kur ki komente negative, ofenduse, sidomos ofenduse se ato negative na tash jemi kur je në një pozitë, ti mundesh edhe me gabu, edhe nuk është që gjithmonë gjithë send vlerësohet ashtu qysh pret ti,
Mirë po, komentet ofenduse janë ato që qesin për i taktit dhe shumë shpesh jipen vlerësime, mendime, njerës nuk e din kush jam unë, qysh munden me dite dhe qka mendoje, qka... Do më thënë japin, shpesh herë të ofendojnë edhe të ofendojnë familjen, të ofendojnë ty me loj. A mendon që duhet të kemi një ligj për të gjithë ta komentuesit që ndoshta komentojnë që në disa raste kanë mujt me qenë, ndoshta për shembull nëse ka qenë një rast për ndonjë vrasje ose dhunim, ka pas komente që e kanë përkrah ato. Edhe po tash media duhen me u kontrollu, jo me u kontrollu në atë kuptimi negativ, po duhet jo vetëm mediat, nuk mendova në media si media, po në opinionin publik edhe në sidomos të rrjetet sociale, duhet me pas një rregull. Nuk bën gjithkush me shkrujt edhe me folë që ka të dënë. Me thonë se shpesh herë harohet që na kemi edhe familje. Kemi fëmijë, kemi nipa, me thonë kemi prind, kemi familje të ngushtë, gjanë nuk është në rregull që gjitha ato komente me u shfaq në atë mënyrë dhe shpesh herë duhesh me u spjegu edhe familjes se çka është, çka fshifen brapa asaj. Me thonë, duhet pak me pas rregull, duhet me pas një ligj që rregullon sidomos këto rrjetet sociale apo ndoshta edhe komunikimin në këto rrjete. Mendoj që ndoshta tash pak dokna si old fashion. Mirë po, shpesh kalohet edhe në vulgaritet edhe në... Sakt. Po nga jeta personale tash, a ka qenë ndikuar edhe familja prej disa komenteve? Po, ka pas edhe komente të cilat... A të kanë dëmtu? Më kanë dëmtu familjen time, ka komente që i kanë prek edhe fëmijët e mi. Nuk ndihen mirë, unë jam nane 3 djemve dhe djemt janë pak edhe ma agresiv, ma shpesh herë... Impulsiv. Ma impulsiv dhe nuk e kanë di vetën mirë dhe kanë reagu, po gjithsesi. Kaluse. Ka kalu. Zonja Doka, sot është seanca e 21 konstituive kuvendit të Kosovës. Çka po ndodh me shtetin tonë? Na vjen një koment i domosdoshëm dhe i detajuar nga ana juaj. Ku po mbesin diskusionet qendrore? Nuk kam koment, është... Nuk kam koment thjesht. Si juriste, cilësojmë në koment nga ana e gjyqtares, ku po mbet vendi ynë? Tash e sa muaj nuk kemi kuvend, nuk kemi qeveri të formuar. Po, nështë ishte dasht të gjithë ata akter, të gjithë pa dallim që mbi thirr mendje së shëndosh edhe me kry punën për cilën paguhen. Thjesht nuk është e lehtë me qenë i zgjedhur i popullit, nuk është e lehtë me qenë në krye të institucioneve, por në fund të ditës, për atë që e merr pagën, pagat janë nga të gjithë, nga populli, është koha që ndoshta me e kry punën për cilën janë duke u pagu. A duhet shku në zgjedhje të reja? Nuk kisha ditë me dhënë përgjigje, sepse është më shumë çështje politike se çështje juridike, ajo është çështje për cilën ndoshta thash të gjithë ata të cilët paguhen për këtë punë duhet ndërmjet vedi ta vendosin. E kemi menduar ndonjëherë të jesh edhe ti pjesë e politikës? Jo. Ose me sakt nëse të kish ardhur ndonjë propozim që bësh presidente. A e kishe pranu? Kanë kalu ato momente. A vjen një presidente si ju? Faleminderit. Tashmë jam fokusu në çështjet familjare, tashmë edhe pak shumë shpejt dal në pensionon, domethënë pensionohem, e kryj edhe këtë punën e Gjykatës Supreme dhe është koha që
të mire vetëm me familjen edhe me veten time. Nëse jo vetë zonja Daka, këmendoni që mund të ashini në krye dhe udhëheqjet e presidencës? Ajo është ma shumë çështje politike prapë. Do më thonë të na të gjitha shkojnë në bazë të politikës e jo në bazë të meritave, shpesh herë ndoshta edhe në krye të institucioneve ka njerëz që nuk e meritojnë, po megjithatë konstelacioni politik në ato momente është i tillë dhe i marrin pozitat në të cilat janë, po gjithsesi prapë në fund politika do të vendosë. Si gjithmonë. Si gjithmonë. Jemi në praga të zgjedhjeve lokale. A ka mundësi që edhe zgjedhjet lokale edhe parlamentare të mbahen në njëjtën kohë? Ka mundësi, teoretikisht ka, po nuk është e lehtë dhe do të ishte bukur e vështirë e menaxhueshme, sepse janë dy lloj zgjedhje të ndryshme, me interesa të ndryshëm, me aktor të ndryshëm. Nuk kemi pas ndonjëherë njëjtën ditë, derisa kom qenë unë jo, ka pas njëjtin vit që janë bajtë zgjedhjet parlamentare dhe lokale, po njëjtën ditë jo. Të shohim se çka do të ndodhë në të ardhmen këto serialet e kuvendit. Një vitrina të konsiderojme. Seriali i kuvendi sa do të zgjatë, pastaj dihen të gjitha. Zonja Daka, po për gjatë gjithë kohës sa keni qenë udhëheqëse KQZ-s, cilat kanë qenë zgjedhjet më interesante për ju? Kanë qenë ndoshta zgjedhjet e vitit 2014, kur janë bajt për herë të parë edhe në pjesën veriore, kanë qenë zgjedhje të vështira, të komplikume, po me sa më kujtohet edhe ka qenë hera e parë që i kemi shpallë rezultatet shumë shpejt, më thonë me një herë atë natë, që ka qenë një sukses i jashtëzakonshëm për KQZ-n në atë kohë. Ato më kujtohen zgjedhjet ma vështira, ma të veçanta kanë qenë ato të vitit 2021. Ka qenë zgjedhje të jashtëzakonshme gjithçysh, edhe pse kanë qenë zgjedhje të para. Edhe të jashtëzakonshme ashtu edhe për brenda të jashtëzakonshme. Kanë qenë të jashtëzakonshme për shkak të presionit. Unë nuk e di që ka pas ndonjëherë presion më të madh në ndonjë institucion. Nga kush? Nga publiku, nga presion publik, pra do të thonë nga të gjitha anët, në vitin 2021 kanë qenë zgjedhje që do të mbahen në mend me siguri, edhe për shkak të ndryshimeve të jashtëzakonshme që kanë ndodhur politike, po ato kanë qenë çështje tjera. Në KQZ ka qenë një presion i jashtëzakonshëm nga të gjitha anët dhe nuk do t'i harroj kurrë. Zonja Daka, si grua sa është e vështirë që me udhëheq në institucion tillë, ose institucionet e tilla? Po është e vështirë, sepse ne kryesisht jemi të rrethuar vetëm me meshkuj, po mendoj për gratë të cilat janë në krye të institucioneve, po gjithsesi ndonjëherë edhe është edhe përparësi kur je femër, sepse kanë pak një lloj mirëkuptimi edhe ata që janë rreth teje, po gjithsesi është vështirë. Është vështirë sepse duhesh me qenë ndonjëherë pak më arrogante se ndoshta që kishte me qenë një mashkull në njëjtën pozitë, duhesh me qenë pak më e vëmendshme sepse gjithmonë presin që ki me dështu. A do të thonë e presin dështimin? E presin dështimin e një gruaje dhe në një farë mënyrë edhe i gëzohen sepse atëre kanë mundësinë me thonë që vetëm se është gëru ka dështu, po gjithsesi është vështirë. Gjithkund, jo vetëm në Kosovë, gjithkund gratë kanë ma shumë sfida. Para gjykime. Para gjykime, kanë sfida dhe është pak ma e vështirë me qenë, sidomos me qenë në krye të institucionit ku të gjithë janë burra dhe ku duhesh mu ballafaqu me një sistem. Me gjithë sistemin, po. Zonja Daka, gjatë gjithë udhëheqjes në KQZ, e mbani mend ndonjë moment kur prania jote në shtëpinë tënde ka qenë e domosdoshme, po për shkak që ka qelluar në ditë zgjedhjesh apo proces zgjedhor nuk keni qenë e pranishme?
Po, ka disa momente. Është momenti kur djali im i vogël ka kry shkollën dhe unë nuk kom mujt me qenë, si kur gjithë print atje. Është momenti kur vjehra ime ka ndru jetë ditën e zgjedhjeve, në zgjedhjen vitin 2019, ajo ka ndru jetë dhe unë nuk kom qenë prezente, në fakt 2017, më falni, se ka pas qatë shumë zgjedhje. Dhe unë nuk kom qenë prezente në Varrim, nuk kom qenë prezente as në shtëpi, sepse ka qenë dita zgjedhjeve. Unë thjesht nuk kom mujt me qenë. Ka pas edhe shumë raste tjera, ka pas ditëlindje, ka pas dasma në cilat nuk kom shku të familjes, sepse është dasht pa tjetër me qenë. Thash, ka pas qatë shumë zgjedhje, regulltat, jashtëzakonshme të komunave, lloj zgjedhje, përsëritje zgjedhjeve, sa që gjithmonë diçka ka ndodhur derisa unë kom qenë në zgjedhje. Ma shumë keni qëndru në KQZ se në familje. Me këshyrë kështu holl. Ashtu del. Ashtu i del. Emocionalisht si ke mujt me i përballu gjitha këto? Po, s'ka qenë shumë e lehtë, natyrisht që po gjithmonë ka mbizotnu ajo që je në kryet e institucionit dhe pa ty nuk mundet me u zhvillu një proces dhe duhesh me qenë pa tjetër. Ose duhesh me lanë krejt, ose duhesh me kry punën ashtu si që pritet. A ke mendu që 10 vite do t'jesh në këtë institucion? Jo, nuk e kom mendu. Kom mendu që disa vite, fillimisht as nuk e kom ditë sa ka qenë mandati. E jam habit kur e kom pa që është 7 vjetë dhe ka qenë bukur gjatë, po kur nuk kom mendu që do t'a qaja gjatë. Mirë, po nuk e kom mendu që dhe do t'a përfundaj ashtu. Zonja Doka... Më falë, më se e the... Nuk e kom mendu që... Po kom mendu që aktualisht unë është dash që mandatin tim me përfundu këtë vit. Në formë të rregullt. Mandatin e rregullt. Dhe nuk e kom mendu kur që në atë mënyrë do të dalë nga KQZ-ja. Pas gjithë asaj punës, po, nuk e kom mendu. Nuk e kom mendu që në fund do të dalë në atë formë. Në atë formë. Nuk ka qenë e lehtë, nuk ka qenë eksperiencë e këndshme, po ndodhe. Sigurisht që kontributi juaj vlerësohet dhe ajo që e ke botë ti? Me siguri që ka dikur që e vlerëson. Po thuan komente që riktheu përsëri. Jo, po, janë çështje që mbesin, historia nuk mundet me ushi, se megjithatë ne jemi shtet i ri, jemi shtet që kemi kriju demokracinë, kemi zhvillu demokracinë, dhe natyrisht që zgjedhjet si një ndër proceset ma demokratike të çdo shteti mbesin gjatë në histori dhe megjithatë emri im do të mbetet aty, ju pëlqej, s'ju pëlqej. Por zonja Doka, në rast se plotësohen të gjitha kushtet e nevojshme, a do të pranoni të ktheheshit sërish në të njëjtën pozicion se KQZ-s? Jo, tash më ka kalu një kohë, janë kriju rrethana komplet të reja dhe nuk është mirë që të vazhdohet një punë të cilën është mbyllaj kapitulli. Është mbyllaj kapitulli jetës time edhe më. Por po të kthehemi në retrospektiv, a do ta vendosni sërish të jenë udhëheqëse KQZ-s? Po. Ka qenë një eksperiencë jashtëzakonshme, ka qenë një eksperiencë të cilën nuk mundesh me gjetë askund tjetër. Domethënë, zgjedhjet vetëm një institucion i organizon zgjedhje, nuk ka institucione tjera dhe zgjedhjet janë, thash, prej zgjedhjeve burron pushteti, burrojnë gjitha institucione demokratike dhe t'jesh në krye të gjitha atyne proceseve, natyrisht që është edhe privilegj edhe eksperiencë e jashtëzakonshme. Rolin e gruas në shoqërinë tonë, si e shihni ju? Le shumë për të dëshiruar ende, edhe pse ka gra të forta, ka gra të zoja, ka gra të cilat janë
në pozitat e tyre me merit, ka gratë të cilat pa drejtësisht edhe nuk jo është dhanë pozitat të cilën e kanë meritu, po gjithsesi ka ende shumë punë derisa të gjitha ato gratë të jenë aty ku e meritojnë. Sepse kemi presidente, kemi pas zonjën Atifete, tash kemi zonjën Osmani, edhe në për disa institucione dhe deputete kemi që janë gra. Po ka deputete të cilat janë shumë të zëshme, ka deputete që i kanë kry punën shumë mirë, ka deputete të cilat janë zgjedh me vota, jo si pas kvotës, sepse kvota është ajo që ju ka garantu fillimisht edhe shumë grave të hyjnë në parlament pa pas numrin e mjaftueshëm të votave, po ndër vite me punën e tyre, me paraqitjen e tyre të zëshme, sidomos dhe me punën e vërtet të cilën e kanë bërë në kuvend, kanë tregu që femrat dinë dhe munden dhe janë zgjedhë përsëri, ka femra që kanë numër të jashtëzakonshëm të votave dhe që kanë hyrë në kuvend me meritën e tyre, me punën e tyre. Pra, thash ka femra të cilat dinë dhe munden edhe në Kosovë. Edhe ja dalin. Edhe ja dalin. Sonja Doka, në rast se vajza apo mbesa juaj do të vinte të thoshte, do ta ndjek rrugtimin tënd, si juriste, si udhëheqëse KQZ-s, a do ta përkraje? Natyrisht që po, edhe pse unë fatkeqësisht nuk kam vajzë, nuk kam asë mbes për momentin. Nusja djalit. Po, gjithsesi, edhe rrugën time si juriste nuk e kanë ndjek asnjëri prej fëmijëve të mi, fatkeqësisht nuk kanë qenë shumë të interesuar, po gjithsesi dush me e desht profesionin e juristit, sidomos punën e gjyqtarit, është punë shumë e vështirë, shumë me përgjegjësi dhe nuk mundet gjithkush me qenë gjyqtar apo prokuror. Duhet pak, është pak edhe e lindun. Është e lindun. Ja, do kanë ma herët i patëm 2 vajzat. Po, ishin të jashtëzakonshme. Ishin të jashtëzakonshme. Një koment për teje dhe një mesazh për të gjitha ato vajzat e reja, të cilat kanë synime të mëdha. Cili është mesazhi? Ta ndjekin ëndrrën e tyre, mos të demoralizohen sepse rruga deri në sukses është shumë e vështirë. Ka shumë rrugë për të bërë sfida. Ka shumë sfida, ka shumë gropa në cilat mundesh me urzu, ka pengesa të mëdhaja, po gjithsesi ta ndjekin ëndrrën se vetëm ashtu munden me arrit aty ku kanë synu. Zonja Doka, është jashtëzakonisht kënaqësi të pas në studio dhe me mesazhe edhe kaq të veçantë, po përmbyllim edhe këtë bisedë për sot. Faleminderit që ishe bashkë me ne dhe ndave eksperiencën tënde personale dhe profesionale. Faleminderit për ftesën, ishte gjithashtu kënaqësi. Shumë faleminderit zonja Doka, ishte kënaqësia jonë. Shkojmë pak shkëputje dhe kthehemi pas pak.